Votat e diasporës, KQZ nis tërheqjen e pakove në data 2 deri në 5 janar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka sqaruar afatet e numërimit të votave dhe verifikimit të rezultateve zgjedhore në Kosovë, përfshirë dhe votat e diasporës. Zëdhënësi i KQZ-s, zoti Valmir Elezi, tha se përfundimi i procesit të numërimit varet nga dinamika e punës në secilën qendër komunale të numërimit, pasi jo të gjitha qendrat kanë të njëjtin numër votash për të procesuar. Në qendrat ku numërimi nuk përfundon deri në 31 dhjetor në orën 12, puna do të ndërpritet për shkak të festave dhe do të rifillojë në 1 janar në orën 4 pasdite. Sa i përket votave nga jashtë Kosovës, KQZ ka bërë të ditur se tërheqja e kutive me flet votimi nga kutitë postare do të bëhet në 2 janar, ndërsa në rast se shërbimet postare nuk funksionojnë për shkak të festave, procesi do të kryhet deri në 5 janar. Sipas KQZ-s, numërimi i votave të subjekteve politike bëhet në disa vendvotime, ndërsa votat e kandidatëve për deputet numërohen në qendrat komunale të numërimit, ku njëkohësisht bëhet dhe verifikimi i rezultateve. Të dhënat preliminare tregojnë se mbi 9.900 qytetarë kanë votuar me kusht, ndërsa 2.860 persona me nevoja të veçanta kanë qenë të regjistruar për të votuar jashtë vendvotimeve. Nga votimi jashtë Kosovës, mbi 84% e shtetasve të regjistruar në përfaqësi diplomatike kanë ushtruar të drejtën e votës, ndërsa nga 2 kuti postare në Berlin dhe Bern janë tërhequr rreth 18.000 pako me flet votimi. KQZ ka theksuar se i gjithë procesi po zhvillohet në përputhje me ligjin, me transparencë të plotë dhe nën monitorimin e vëzhguesve. Gjithashtu, votat e diasporës dhe numërimi përbëjnë një test për besueshmërinë e procesit zgjedhor në Kosovë. Procesi i numërimit të votave dhe verifikimit të rezultateve zgjedhore po hyn në një fazë të ndjeshme, veçanërisht për shkak të përfshirjes së votave nga diaspora dhe ndërprerjes së punës për shkak të festave. Sqarimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se numërimi do të vazhdojë pas një pauze prej 30 orësh, në rast se nuk përfundoi në 31 dhjetor, ka ngritur pyetje mbi efikasitetin e procesit, por njëkohësisht ka nxjerrë në pak kufizimet administrative dhe ligjore me të cilat përballet ky institucion. Votimi nga jashtë Kosovës mbetet një nga proceset më të ndjeshme dhe më të monitoruara. Vetë fakti që tërheqja e kutive me flet votimi është e kushtëzuar nga funksionimi i shërbimeve postare në shtetet pritëse, tregon se vota e diasporës vazhdon të jetë e ekspozuar ndaj faktorëve të jashtëm, të cilët nuk varen drejt për drejt nga institucionet në vend. Megjithatë, pjesëmarrja mbi 84% e shtetasve të regjistruar në përfaqësi diplomatike përbën një tregues të qartë për interesimin e lartë të diasporës për procesin zgjedhor dhe vendimarrjen politike në Kosovë. Numërimi i votave në 38 qendra komunale numërimi, me 2 ndërrime pune dhe në mbikëqyrjen e vëzhguesve, mbetet element i kyç për garantimin e transparencës dhe besueshmërisë në rezultatin final. Në këtë kontekst, mënyra se si KQZ do ta menaxhojë fazën përfundimtare të numërimit dhe publikimin e rezultateve do të jetë një test i rëndësishëm institucional, jo vetëm për administrimin teknik të zgjedhjeve, por për besimin e qytetarëve në procesin e ndershëm e demokratik. Për lajme nga vendi dhe bota, Era Musa live në Prishtinë. Faleminderit.